Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se është plotësisht i pafajshëm në procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij në dhomat e specializuara në Hag. Në një prononcim për mediat në Kosovë, Thaçi kërkoi që vendimi përfundimtar të mbështetet në parimet kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Ai u shpreh se opinioni publik nuk është mjaftueshëm i informuar për atë që po ndodh brenda sallës së gjyqit, duke theksuar se qytetarët ose nuk e din, ose e din pak dhe në mënyrë të mjegullt. Sipas Thaçit, procesi gjyqësor duhet të respektojë bazën ligjore mbi të cilën janë themeluar dhomat e specializuara të Kosovës, ndërsa shtoi se beson tek drejtësia dhe tek një vendim i drejtë. Duke folur për periudhën e luftës në Kosovë, ish presidenti e cilësoi rezistencën ndaj regjimit të Slobodan Miloševićit si të domosdoshme dhe të pashmangshme. Ai deklaroi se veprimet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë qenë vendimtare për lirinë dhe ekzistencën e shtetit të Kosovës, duke e konsideruar luftën çlirimtare si një kapitull historik të popullit shqiptar në Kosovë. Në fund të deklaratës së tij, Hashim Thaçi u shpreh optimist se drejtësia do të triumfojë dhe se e vërteta do të dalë në pa në përfundim të procesit gjyqësor.